Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Joani, ka drejtuar këtë të diel liturgjinë hynore në katedralen Ngjallja e Krishtit. Fort lumturia e tij gjatë predikimit theksoi rëndësinë e mesazheve të Ungjillit, ndërsa u shpreh se gjithçka është e mundur nëse ke besim tek Zoti. Kryepiskopi Joani foli gjithashtu për rëndësinë e agjërimit në jetën e njeriut, veçanërisht për agjërimin shpirtëror. Po ashtu gjatë predikimit, fort lumturia e tij tha se kur agjërimi bashkohet me lutjen, shpirti i njeriut nis të pastrohet. Nëse do mbështetemi e kemi besim tek Perëndia, padyshim që do i mundim ato. E dy të tjera që thot Zoti janë shumë të rëndësishme. Kur nxënësit e pyetën dhe i thanë, "Pse nuk e shëruam dot në atë?" Dhe i përgjigjet, "Nga besa juaj e pakët. E këto lloj thot demonësh dalin vetëm nëpërmjet lutjes dhe agjërimit." Dhe lutja dhe agjërimi janë dy krah, thotë Shën Joan Gojarti, të cilët na lejojnë ne që të fluturojmë drejt qiellit. Lutja dhe agjërimi janë shumë të rëndësishme. A është një mjekim shumë i madh agjërimi. Nëse njeriu ha më tepër se duhet, padyshim që shpirti i tij fillon të dobësohet. Sa më tepër ai e kontrollon, është i përkor, e sa më tepër ai përpiqet që mos ta teprojë në shumë gjëra, më tepër forcohet. Shën Vasili i Madh thonte këto fjalë: sa më shumë heqim ne nga trupi, aq më shumë merr dhe forcohet shpirti. Që shpirti të lutet, duhet të ndihmohet nga agjërimi. Dhe agjërimi nuk është vetëm thjesht agjërimi nga ushqimi, sepse shpesh herë për fatin ton të keq, agjërimi është thyer si dietë. Mos hakte sa përqind ka kjo, nuk është ky agjërimi i vërtet. Agjërimi më i thellë është agjërimi shpirtëror, ku syt mos shohin skena të turpshme, veshët mos pëlqejnë, thashë them edhe shpifje, kur njeriu të pastrojë zemrën e tij. Agjërimi i vërtet është ky, por agjërimi fizik e ndihmon njeriu për të pastruar zemrën. Me këtë mesazh, kryepiskopi Joani u bëri thirrje besimtarëve që në qendër të jetës së tyre të vendosin besimin, lutjen dhe përkushtimin ndaj Zotit.